Kiara Tito është një herë më mjaft e njohur për showbiznesin shqiptar. Çdo intervistë e saj bëhet menjëherë virale dhe së fundmi ajo ka rrëfyer një moment të vështirë nga eksperjenca e saj në spektaklin e humorit. E ftuar në një emision, ajo tregoi për sfidat që ka përjetuar në fillimet e saj në këtë format të njohur. Pjesa më e vështirë ishte në momentin para se të dilje në skenë, deklaroi Kiara. Kemi disa dalje, nuk dalim gjithmonë nga njëjti vend. Këta ishin mësuar, por shpejtësia që duhet të dilje nga një cep në tjetrin, më çakurdoi fare dhe desh më kapi një garë në backstage se nuk dija nga të dilja. Njëri më thoshte djathtas, tjetri majtas, duhet të kujtoja edhe tekstin. Tha Kiara ndër të tjera, duke zbuluar se puna në televizion është diçka shumë voluminoze dhe mjaft e shpejtë. Kiara gjithashtu shtoi se me kalimin e kohës u ambientua me ritmin e shpejtë të skenës dhe u përshtat me dinamikën e spektaklit, por ky moment mbetet një nga më sfiduesit në karrierën e saj në televizion. Nga ana tjetër, ato dy gëtojmë se Kiara lajmëroi ditën e djeshme se ajo dhe Luizelli po përgatisin një film së bashku. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.